Një mësues i kthyer së fundmi nga emigracioni ka ngritur shqetësimin e tij përmes një denoncimi drejtuar redaksisë Son, ku shpreh zhgënjimin ndaj qeverisë për mosmbajtjen e premtimeve lidhur me rritjen e pagave në arsim. Ai tregon se u rikthye në Shqipëri me shpresën se vitet e studimit dhe eksperienca nuk do të shkonin dëm, sidomos pas deklaratave të kryeministrit në fund të vitit 2025 për rritje pagash, ku përfshihej edhe arsimi. Sipas tij, mësuesit rezultuan grupi me rritjen më të ulët, rreth 3.000 lek plus 2.5% indeksim, e cila pritej të niste nga 1 janari 2026, por në praktik nuk është reflektuar fare në paga. Denoncuesi thekson se mësuesit vazhdojnë të paguhen rreth 700-750 euro gjithsej, pavarësisht ngarkesës dhe vështirësive serioze në sistemin arsimor. Përshëndetje. Desha të shpreh një shqetësim, besoj në emër të gjithë mësuesve të Republikës. Jam një mësues i kthyer nga emigracioni së fundmi dhe punoj si mësues në kryeqytet. U ktheva për të mos shuar dëm gjithë ato vite shkollë e studime bazuar dhe tek fakti se para 2-3 vitesh pagat pësuan rritje, por disa muaj më parë, fund vitin e 2025, kryeministri foli për rritje pagash, ku ndër të tjerë përfshinte dhe arsimin. Ne mësuesit ishim ata që kishim rritjen më të ulët nga të gjithë profesionet e përmendura nga kryeministri, prej 3.000 lekësh plus 2.5% indeksim, shumë kjo e cila mund të shkonte diku tek 5.000 lek bruto. Rritja supozohej të fillonte nga 1 janari 2026 dhe pas hedhjes së pagave në llogari, jo vetëm që nuk ka rritje, por as nuk përmendet më se çfarë u premtua nga Rama. Ndërkohë që për gjyqtarët u përfol që do të ketë rritje prej 700 euro në muaj, kur nga ana tjetër mësueset kanë një pagë 700 euro gjithsej në muaj, edhe qeveria vazhdon me premtimet e saj boshe. Pa marrë as pak përgjegjësi për degradimin e sistemit arsimor në Shqipëri, ku mësuesi duhet të bëjë më shumë rolin e oficerit të sigurisë në klasë për arsye të mos menaxhimit dhe mos bashkëpunimin e prindërve, nga nxënës që vinë me armë të ftohtë në shkollë dhe një sistem komplet të rënuar nga i cili mësuesit qeveria i vlerëson me 700-750 euro pagë. Thonë që lekët e supozuara për mësueset do të shkojnë për dëm shpërblimin nga përmbytjet e pak jave më parë, ndërkohë të tjerë thonë që kjo rritje s'do të ekzistojë fare, thuhet në denoncimin e mësuesit.